Thethi dhe Boga, dy prej zonave më të bukura të Alpeve shqiptare, u zgjollën si destinacioni i kolonisë së piktorëve Lisu Sartë në ndalesën e tyre të katërt. 20 prej piktorëve më të mirë në vend, për 4 ditë me radhë punuan veprat e tyre në Theth dhe Bog, duke nisur që nga peizazhet e deri te kostumet tradicionale të burrave dhe grave në zemër të Alpeve shqiptare. Jemi në Bog, në momentin e ekspozimit veprave. Punojmë këtu prej 4 ditësh nga data 20 deri 24, një koloni e mrekullueshme organizuar nga dashamirës i artit Det Maluta. Është në planet e tija për ta pasur Shqipërinë në Telajo, është thjesht në fillimin e rrugtimit, jemi në koloninë e 4 dhe një koloni tejet mbreslënse sepse vetë relievi i Bogës, i Thethit, i gjithë rrethinave këtu i Alpeve tona është i mrekullueshëm. Të gjithë piktorët kanë pasur një angazhim maksimal, janë peizazhistët, janë domethënë më të mirë në qarkullim që i ka Shqipëria dhe është fat që ne i kemi pasur këtu në këtë koloni, janë përgjigjur më njëherë thirrjes dhe ftesës së ftuesit, që ka dëshmojnë për seriozitetin e ftuesit të kësaj kolonie, por dhe të vlerësimit të vetë piktorëve për organizatorin. Në rast se flasim për këtë koloni, e realizuar nga miku jon Det Maluta, kjo që një koloni shumë e rëndësishme, shumë e kualitative, veprat. Të gjithë artistët kanë punuar dhe kanë kriju vepra të nivelit të tyre të mirë. Vepra që jam i sigurt që ngelin jetën gjatë. Ishte një mrekulli edhe vendi që zgjodhi Deda. Unë këtu kam kaluar para 40 vjetëve, tash u riktheva, po jam manit me bukuritë e këtij vendi. Organizatori i kolonisë, që prej 2 vitesh ka bërë bashk 20 piktorë nga i gjithë vendi. Det Maluta shprehet se ka për qëllim mbajtjen gjallë të veprave të peizazhit tek Brezi i Ri. Piktura që për shkak të formave të reja të artit po paksohet gjithnjë më shumë. Është një koloni piktorësh prej 20-22 vetash që ne i kemi bashkuar nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Ideja është kolonia të përfshijë të gjithë territorin shqiptar, por edhe përtej trojave shqiptare. Këta janë disa artista që edhe për arsyën e moshës, koha bën punën e vet, mosha bën punën e vet, po kështu e reja në art e ka bërë që peizazhi të jetë më pak i levruar. Kolonia e artistëve shqiptar të pikturës prej 2 vitesh po udhëtojnë në zonat më të bukura të vendit, me qëllim evidentimin përmes veprave të artit të natyrës mbreslënse që vendi ka nga veriu në jug.